Adriatik Lapaj, njeriu që premtoi që do rrinte 24 orë në protest para kryeministrisë, e ka braktisur atë. Në fotot e siguruara mesditën e kësaj marte nga CNA, shihet se Adriatik Lapaj nuk është në protest. E ka braktisur protestën e tij, që e trumbeton aq shumë. Siç shihet nga pamjet, përpara kryeministrisë janë vetëm 4 mbështetës që qëndrojnë në trotuar duke vazhduar t'i bëjnë roje Edi Ramës. Janë të njëjtët individ që pretendojnë se janë opozitar, po protestojnë kundër qeverisë dhe madje thonë se do ta rrëzojnë. Në fakt, Adriatik Lapaj dhe njerëzit e tij nuk u bashkohen protestave të opozitës. Kanë vendosur disa karrige duke i shërbyer Ramës, si roje të kryeministrisë. Opozita ka bërë protestat vazhdueshme. Më e madhja prej tyre ishte ajo e ditës së shtunë, më 24 janar. Megjithatë, Adriatik Lapaj dhe rojet e tjerë të tij, që ruajnë Edi Ramën, nuk ju bashkuan. Madje këtë herë nuk ishin as te trotuari përballë, por ishin duke organizuar protestat e tyre personale, që i bëjnë për interesat e tyre dhe jo për popullin. Pretendojnë se janë opozitar, por Adriatik Lapaj dhe njerëzit e tij nuk kanë treguar solidaritet dhe mbështetje për opozitën. Ata kanë shërbyer thjesht dhe vetëm si rojet e Edi Ramës.